Mirë se u gjetëm sërish. Sot do të hedhim një vështrim mbi një figurë që të gjithë e njohin, por nga një perspektivë që ndoshta është më pak e dëgjuar. Historia e Isait ose Jezusit, siç tregohet në traditën islame. Do të shohim se si burimet islame e paraqesin atë. Një histori e mbushur me nderim, mrekulli dhe me një mision vërtet thelbësor. Le ta nisim me një fakt që mund të jetë befasues. Emri i Isait përmendet plot 25 herë me emër në Kur'an. Kjo është më shpesh se shumë profetë të tjerë të mëdhenj. Vetëm ky numër na tregon diçka që në fillim, rëndësia e thellë që ai ka në besimin islam. Atëherë, le të hyjmë drejt në temë. Kush është saktësisht Isai për myslimanët? Si e përshkruan tradita islame statusin dhe rolin e tij? Këtu e kemi pikat kryesore. Le t'i shpjegojmë. Së pari, ai konsiderohet një nga 5 profetët më të mëdhenj në histori. U dërgua me një mesazh specifik për bijtë e Izraelit. Lindi në një mënyrë të mrekullueshme, por, dhe kjo është pika kyçe absolutisht thelbësore, Islami e thekson qartësisht se ai ishte një njeri, një rob dhe i dërguar i Zotit, por jo Zot, dhe as bir i Zot. Mirë, tani le të ndalemi tek një nga historitë më të njohura dhe më prekse që lidhen me të. E kemi fjalën për lindjen e tij mrekullibërëse. Gjithçka fillon me nënën e tij, Merjemen, e cila në Kur'an ka një status jashtëzakonisht të lartë. Ajo përshkruhet si një grua e zgjedhur, e pastruar nga Zoti, e njohur për devotshmërinë dhe për kushtimin e saj të palëkundur ndaj Zotit. Dhe këtu arrim në një pikë teologjike vërtet thelbësore. Sipas Kuranit, lindja e Isait pa baba nuk është provë hynie, por një demonstrim i fuqisë së pakufishme të Zotit për të krijuar. Argumenti që jepet është shumë logjik. Nëse Zoti e krijoi njeriun e parë, Ademin, nga zgjoja, pa baba dhe pa nën, atëherë sigurisht që ai mund ta krijojë Isain vetëm me një nën. Dhe pikërisht ky ajet kuranor e përmbledh këtë ide në mënyrë perfekte. Pra, mrekullia e lindjes së tij nuk e bën atë hyjnor, por thjesht e tregon si një shenjë të fuqisë krijuese të Zotit, duke ndarë qartë nga koncepti i të qenit bir i Zotit. Rrëfimi kuranor vazhdon me detaje shumë prekse. Merjemja detyrohet të lindë e vetme, por Zoti nuk e lë vetëm, duke i siguruar ushqim dhe ujë. Imagjinoni pak momentin kur ajo kthehet te populli i saj me një foshnjë në krah dhe përballet me akuza të rënda. Pikërisht atëherë, për të mbrojtur nderin e nënës së tij, ndodh mrekullia e parë e Isait. Dhe çfarë thot ai? Këto janë fjalët e para që shqipton, që nga djepi. Ai menjëherë e bën të qartë identitetin dhe misionin e tij. Unë jam rob i Allahut. Pra, ai nuk pretendon asgjë më shumë se sa statusin e një shërbëtori dhe të një profeti të Zotit. Okej, pam lindjen e tij. Tani le të shohim se cili ishte misioni i tij gjatë jetës dhe çfarë mrekullish të jashtëzakonshme e shoqëruan ata. Thelbi i misionit të tij ishte në fakt i njëjtë me atë të gjithë profetëve para tij, një thirrje e qartë për popullin e tij, bijtë e Izraelit, që t'i ktheheshin adhurimit të një Zoti të vetëm dhe të jetonin një jetë me moral të lartë e me drejtësi. Kurani përmend mrekulli vërtet të pabesueshme që kreu Isai. Por ka një frazë kyçe që përsëritet sa herë që përmenden këtë mrekulli, si një refren, me lejen e Zotit. Ky është një dallim thelbësor. Mrekullit nuk shihen si fuqi e tij personale, por si shenja që Zoti ia dha për të vërtetuar profecinë e tij. Kjo na çon natyrshëm te pyetja thelbësore teologjike, së cilës Islami përgjigjet në mënyrë shumë direkte. Dhe këtu konteksti bëhet shumë i qartë. Për besimin islam, mrekullit janë shenja profetësie, jo hyjnie. Le të kujtojmë një profet tjetër, Musain, i cili ndau detin në dysh. Askush nuk thot se Musa ishte Zot. Pra, mrekullit e Isait thjesht e vendosin atë brenda të njëjtit model të profetëve të mëdhenj. Tani arrim te pika ku rrëfimi islam dhe ai krishter ndahen në mënyrën më thelbësore, më dramatike, te ngjarja e kryqëzimit. Pyetja është e drejtë për drejtë dhe qëndron në zemër të çështjes. Përgjigja, sipas Kuranit, është një jo e prerë dhe pa ekuivok. Ky varg nga Kurani është baza për besimin islam se Isai nuk u vra në kryq. Sipas këtij besimi, Zoti ndërhyri në një mënyrë hyjnore, duke bërë që dikush tjetër të shfaqej atyre si Isai dhe në këtë mënyrë ata u mashtruan. Atëre, çfarë ndodhi me të?
Në vend të vdekjes në kryq, besimi islam pohon se Zoti e shpëtoi Isain nga armiqtë e tij duke e ngritur atë të gjallë në qiell pranë vetvetes. E gjithë kjo shihet si një akt shpëtimi dhe nderimi nga ana e Zotit. Por historia e Isait nuk përfundon me ngritjen e tij në qiell. Përkundrazi, Islami mëson se ai ka ende një rol thelbësor për të luajtur në të ardhmen e njerëzimit. Sipas traditës islame, rikthimi i tij është një nga shenjat e mëdha të fundit të kohës, dhe kur të kthehet, ai do të kryejë disa veprime kyçe. Do të thyej kryqin, duke simbolizuar korrigjimin e besimeve të gabuara rreth tij, dhe do ta mposhtë figurën e Antikrishtit. Është shumë e rëndësishme të theksohet se ai nuk kthehet me një ligj të ri, por si një ndjekës i profetit të fundit, Muhamedit, dhe do të sundojë me drejtësi. Atëherë, le ti përmbledhim të gjitha këto duke i vendosur krah për krah dallimet kryesore teologjike për t'i pasur sa më qartë. Kjo tabel na jep një pamje shumë të qartë, nga statusi i tij, profet dhe rob kundrejt birit të Zotit, te kuptimi i lindjes së tij dhe, natyrisht, te ngjarja e kryqëzimit dhe roli i tij në të ardhmen, shohim se këndvështrimet janë thelbësisht të ndryshme. Për Islamin e gjithë kjo kthehet te parimi i monoteizmit të rrept, besimi në një Zot të vetëm, pa ortak. Dhe mendoj se ky varg është mënyra më e mirë për ta mbyllur. Ai përmbledh qasjen islame ndaj dialogut ndërfetar. Pavarësisht dallimeve të thella, thirrja e Kuranit është për të bashkuar në një pikë të përbashkët. Adhurimin e një Zoti të vetëm është një ftesë për të fokusuar te ajo që na bashkon, në vend të asaj që na ndan.